Një konflikt mes banorëve të një pallati në Tiranë ka përfunduar me plagosjen e rëndë të administratorit të godinës. Ngjarja u regjistrua mëngjesin e kësaj të njëjtje në rrugën Aleksandër i Madh. Sipas policisë, 74 vjeçari është sulmuar fillimisht me thikë dhe më pas me motorsharr, duke marrë plagë të shumta në pjesë të ndryshme të trupit. Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, ai është dërguar në spital ku po merr trajtim mjekësor. Në lidhje me ngjarjen, uniformat blu kanë arrestuar një 35 vjeçar banor i të njëjtit pallat. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, përplasja mes dy personave ka nisur për shkak të një konflikti lidhur me linjën e furnizimit me ujë të pishëm të pallatit. Pas debatit, situata ka agravuar dhe 35 vjeçari dyshohet se ka ndërmarrë sulme ndaj administratorit, fillimisht me thikë dhe më pas duke përdorur një motorsharr. Policia deklaron se arrestimi i të dyshuarit u krye menjëherë pas veprimeve të shpejta hetimore dhe operacionale të agjentëve në terren. Për rastin vijojnë hetimet për të dokumentuar plotësisht rrethanat dhe dinamikat e konfliktit. Materialet procedurale janë referuar për vijimin e veprimtarive të vëtejshme ligjore.